Mbi 20 të rinj të Forumit Rinor të Lidhjes së Demokratike të Kosovës në Shtime kanë shprehur gatishmërinë e tyre që të dhurojnë gjak për qendrën klinike universitare të Kosovës. Kryetari i LDK-s në Shtime Selim Shabani u shpreh se ky aktivitet duhet të markaje tradicionale, në mënyrë që qytetarët në nevojë të ndihen të sigurt kur kanë nevojë për gjak. Ky aksion nuk do të jetë i vetëm, në mënyrë që të punohet në këtë drejtim që dhurimi i gjakut jetë një proces tradicional, që edhe në vazhdimsi të praktikohen forma tilla të dhurimit gjakut, në mënyrë që qytetarët tonë në nevojë të jenë të sigurt që dhurimi i gjakut e shton sigurinë edhe qytetarëve që institucionet e caktuara po mirën dhe po angazhohen në drejtim, siç është ky rasti jonë krejtësisht vullnetar edhe human. Edhe kryetari i Forumit Rinor të LDK-s në Shtime tha se të rinjët e kësaj dege do të jenë gjithmonë të gatshëm që të dhurojnë gjak. Sot aktiviteti u parapot jetë më masëv, mirë po kërkesa e qendrës transfuzionit gjakut ka qenë që ky numër të jetë më limituar, për arsye të tanë me një bashkëpunimi tjetër, kur qendra e transfuzionit gjakut të ketë nevojë, Forumi Rinor i LDK-s Shtime do të jetë i gatshëm që në marrë aksione tilla më masive. Kurse përfaqësuesi i qendrës së transfuzionit të gjakut Fadil Mamuti tha se nevojat për gjak brenda 24 orëve në këtë klinik janë të mëdha dhe nuk mbulohen asnjëherë, por shtoi se kjo iniciativë këtyre të rinjëve është e qelluar dhe se çdo pikë gjaku e tyre shpëton jetën e dikujt. Shpresoj që ky aksion do të përsëritet edhe në të ardhmen. Është mirë që ky të jetë një model edhe për qendra të tjera, edhe për komunat e tjera që të organizojnë aksione të këtij lloji, me qenë se kërkesat për gjak janë jashtëzakonisht të mëdha, vetëm i mbulu nevojat e qendrës klinike universitare të Kosovës brenda 24 orëve na nevojiten mbi 150 doza të gjakut. Mund të llogaritni se te secila gjakderdhje nevojitet gjak, ato nuk vinë shprehje as banat as injeksionet, kështu që është një diçka shumë e qellueshme. Mbas çdo pikë të gjakut që kanë dhuruar këta të rinj sot këtu, shifet një jetë e dikujt, kjo është një kënaqësi e veçantë. Forumi Rinor i Lidhjes së Demokratike të Kosovës në Shtime, aksionet të tilla kishte ndërmarrë edhe muaj më parë.